Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, sa i ka afruar edhe i ka larguar e ndar partitë politike që garojnë për të fituar komunat. Në Kërçov, në rreth të dytë, garojnë kandidati Aleancës Kombëtare për Integrim dhe ai vëmëros, Fatmir Limani, që garojnë në logo të Vlenit në rrethin e parë, ka vendosur të mos mbaj anë. Ai ka kërkuar që vetë qytetarët të vendosin për kandidatin që vlerësojnë se është më i miri, ndërsa Bilal Kasami tha se do të mbështesin kandidatin shqiptar në Kërçov. Moment ky që nxiti reagimin e kryeministrit Kristian Mickovski. Situata afërsisht e njëjtë është edhe në Strug. Mendi Qyra dhe Arsim Dalipi kërkojnë mbështetje nga të gjithë subjektet. Së fundmi, nga Aleanca Kombëtare për Integrim kanë njoftuar se në mbështetje të Dalipit është kandidati i pavarur Besnik Hasani, që në këtë komunë garoi në rrethin e parë. Jam bashkuar me kandidatin e pavarur Besnik Hasani. Ky bashkëpunim nuk është vetëm një lëvizje politike, por një mesazh i qartë dhe i fuqishëm për drejtimin e ri që unë dua t'ia jap Strugës. Megjithatë, kundër Aleancës Kombëtare, në Strug ka dalë kryetari aktual Ramiz Merko, i cili në logo të BDI-s fitoi disa mandate dhe udhëhoqi qytetin. Po qarkullojnë thashë theme se unë Ramiz Merko do të mbështes kandidatin AKI-s në raundin e dytë. Dua të theksoj prerë, unë Ramiz Merko nuk do të mbështes kandidatin AKI-s në balotazh. Rrethi i dytë sjell bashkimin e partive shqiptare në Bervenic. Kandidati i Vlen, që është në balotazh kundër vëmëros, ka nisur fushatën e përbashkët në diasporë me strukturat e Aleancës Kombëtare. Në kryeqytet, koalicioni Vlen është rreshtuar në mbështetje të Orce Gjeorgjevskit, me të cilin janë marrëveshje edhe për ndarje të resoreve. Marrëveshje mes Vlen dhe vëmëros në kryeqytet ka edhe për përbërjen e re të Këshillit. Për marrëveshjen ka shkruar vetë Gjeorgjevski. Zhvillova takim me kryetarin e ri të komunës së Çajirit Izet Mexhitin dhe me kandidatin për kryetar të Shkupit nga koalicioni Vlen Bashkim Bakiu. Prej tyre mora mbështetje të sinqertë dhe të fortë për raundin e dytë në Shkup. Për dallim nga Vlen, Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka dalë me qëndrim se cilin kandidat do e mbështes në balotazh në kryeqytet. Koalicioni Vlen publikisht ka dalë në mbështetje edhe të Azem Sadikut, kandidati pavarur në komunën e Studeniqanit, që në balotazh është kundër e jupabazit të Aleancës Kombëtare. Koalicioni Vlen njofton se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të mbështes kandidatin e pavarur për kryetar të komunës së Studeniqanit, Azem Sadiku. Vlen po ashtu ka paralajmëruar se do të mbështes edhe Maksim Dimitrievskin e Znamit në Kumanov.